Teksa konfliktet botërore po bëhen të përditshme me luftën në Ukrainë që vijon dhe krizën në lindjen e mesme, SBA ka intensifikuar lëvizjet në Shqipëri. Vendi ynë është ndër të paktët që është rreshtuar hapur krah Amerikanëve dhe Izraelit në përplasjen me Iranin. Kjo aleancë me SBA-n e ka kthyer vendin tonë në një aleat kyç për ta në Ballkan. Në këtë kohë lufte, ka ardhur në Tiranë generali i lartë amerikan Chris McKinney nga komanda evropiane e SBA-s. Sipas ambasadës së SBA i ka takuar këtë javë ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi, shefin e mbrojtjes general-lejtnant Arben Kingji dhe udhëheqësin e lartë të forcave të armatosura të Shqipërisë. Generali i brigadës Chris McKinney nga komanda evropiane e SBA-s u takua këtë javë në Tiranë me ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi, shefin e mbrojtjes general-lejtnant Arben Kingji dhe udhëheqës të lartë të forcave të armatosura të Shqipërisë. Diskutimet u përqendruan në sigurinë rajonale, shpenzimet e mbrojtjes, rëndësinë e lëvizshmërisë ushtarake përmes korridorit 8 pan-evropian dhe progresin mbreslënës të Shqipërisë në aftësinë e mbrojtjes kibernetike. Shkruan ambasada në postimin e saj në X, por nëse shohim me kujdes postimin, ambasada shprehet se diskutimet u përqendruan në rëndësinë e lëvizshmërisë ushtarake përmes korridorit 8 pan-evropian. Kjo do të thotë se në fokus të diskutimeve kanë qenë porti i Porto Romanos. Qeveria pak javë më parë anuloi tenderin dhe nën rrogoz flitet se ishin amerikanët ata që ndikuan në këtë vendim. Porto Romano është elementi fundor i korridorit 8, duke pasur interes të jashtëzakonshëm si në aspektin tregtar dhe në atë ushtarak. Fakti që në postim përmendet ky korridor do të thotë se amerikanët janë të shqetësuar për këtë port. Pak javë më parë ishte dhoma amerikane e tregtisë që i kërkoi qeverisë anullimin. Sipas tyre, projekti aktual është shumë i kufizuar në përmasa dhe rrezikon të mos shfrytëzojë potencialin strategjik të Shqipërisë në rajon. Një projekt që parashikon rreth 1400 metra mur moli dhe rreth 2.38 hektar sipërfaqe portuale, është një shkallë që sipas SBA-s nuk mund të konkurrojë me portet e mëdha në rajon. Këtu lind dhe shqetësimi kryesor i SBA-s me projektin e Porto Romanos, i cili sipas analizës së amerikanëve nëse ndërtohet me dimensionet aktuale, korridori 8 mund të dështojë në funksionin e tij logjistik, pasi flukset kryesore të mallrave në rajon do të vazhdojnë të kalojnë përmes porteve të mëdha si Pireu dhe Selaniku. SBA-ja kërkon që projekti i ri i Porto Romanos të zhvillohet në një shkallë më të madhe, në mënyrë që të bëhet një nyje logjistike për Evropën juglindore. SBA-ja ka kërkuar gjithashtu që projekti të realizohet përmes një modeli zhvillim të bashkëfinancuar nga partnerë ndërkombëtar, përfshirë kompani nga Shtetet e Bashkuara, Italia, Holanda dhe Turqia, si edhe me mbështetje financiare shtesë nga NATO.